Në hijet e qytetit, mes ndërtesash të zymta dhe kafeneve pa emër, funksionon një ekonomi paralele, por jo me para në dorë, por me heshtje, siguri dhe teknologji. Telefonata e enkriptuar, si Sky ECC, EncroChat apo Matrix, janë bërë mjetet më të fuqishme të komunikimit për bandat kriminale në Shqipëri dhe në të gjithë botën, por si funksionojnë? Në pamje të parë, këto pajisje janë të zakonshme, zakonisht Google Pixel, por nga momenti që bie në duart e rjetit, gjithçka ndryshon. Sistemi operativ pastrohet, kamera dhe mikrofoni hiqen, aplikacionet zhduken, nuk kanë kartësim, nuk mund të therasin dhe nuk mund të përgjohet asgjë. Në vend të tyre, instalohet një aplikacion i fshehur, një chat messengeri i enkriptuar, i maskuar si kalkulator, por që funksionon si një version i errët i WhatsAppit. Në Shqipëri, këta telefona nuk shiten në rrjete apo dyqane. Ato gjenden në mënyrë të strukturuar dhe vendi më i njohur për t'i blerë është te Dollari, një zonë pranë Bankës së Shqipërisë në Tiranë. Një Google Pixel i modifikuar bashkë me aplikacionin e enkriptuar dhe abonimin njëvjeçar kushton $850, rinovim i abonimit $400 në vit. Është e lehtë për ta gjetur, mjafton të njohësh dikën në zonë dhe brenda ditës telefoni është në dorën tënde. Dikur ishin BlackBerry-t në përdorim, por sot dominon Pixel për shkak të fleksibilitetit të sistemit Android. Këta telefona nuk janë më vegla komunikimi, janë armë të heshtura të padukshme, të ndërtuara për të zhdukur bashkë me provat, dhe për vite më radhë, autoritetet nuk kishin asnjë mënyrë për t'i përgjuar. Por teknologjia nuk është e pathyeshme. Në vitin 2020, pas një hetimi shumëvjeçar dhe operacionit të përbashkët mes Francës, Belgjikës dhe agjensive të tjera europiane, autoritetet arritën të dekriptojnë rrjetin EncroChat dhe më pas Sky ECC. U arrit të sigurohej akses në serverët e fshehur dhe miliona mesazhe të koduara nisën të lexoheshin në kohë reale. Gjithë Europën, përfshirë edhe SPAK-un në Shqipëri, dhe aty u zbulua diçka tronditse. Gjuhët më të përdorura në komunikimet e krimit të organizuar ishin anglishtja dhe menjëherë pastaj ishte gjuha shqipe. Shqiptarët nuk ishin më vetëm krahu i tretë. Ata kishin krijuar struktura të mirë organizuara në Francë, Belgjikë, Hollandë, Spanjë dhe Amerikën Latine me komunikim të përditshëm, kode sigurie, pseudonime dhe kompani kriminale që funksiononin me rregulla strikte. Dekriptimi i këtyre platformave çoi në qindra arrestime, miliona euro të sekuestruara dhe për herë të parë goditjen direkte të rrjeteve shqiptare jashtë kufive.